Këta duhet të detoheshin popullit për t'i hapë syt, jo për t'i deviju vullnetin. Vullneti nuk deviju, ç'më duhet mua vota e njeriu të pandërgjeshëm për atë që voton. Unë mendoj që e tregoj rezultati se sa i vlerësoi populli. Po jo, unë dëshiroj tani që qenë nisje do të treguar tani ana ligjore dhe korrektësia. Spaku mos më bëj gugufin atë gjumë, të gjitha këto parti, PS, PD dhe këto parti të reja që kanë marrë vende në parlament, t'ju bëj një skaner të financimit partive. Besoj, do të kemi një rënim total nëse të zbatohet ligji, jo të gjithë e kanë marrë seriozisht i po them unë, do të kemi përgjegjësi për lobimin e Berishës, shumë të rëndë. Shumë bukur që solle se kishan mental. Përgjegjësia do të jetë edhe këtu dhe në Amerikë, besoj unë, dhe do të jetë edhe për personin juridik që është PD. Mund të shkojë deri në pezullim. Për mua, nëse zbatohet korrektisht ligji, ajo parti do pezullohet. Se ke sigurt të parashikon ligji përgjegjësinë penale personit juridik. Se këta flasin kështu, thotë kanë firmosur unë, thotë gjithë qeveria, thotë, po ka përgjegjësi penale personi juridik, që është kryeministria ose qeveria. Dhe shkon dhe ti si kryetar dhe gjithë ta që kanë vënë firmën. Se problemi i madh se po arrestojmë 25 veta e i bëjmë fajtor për se që vjedhin me firmosje koncesionet, këto ato, tendrat e mëdhej, që thotë Berisha të tjerë. Kur të aplikojmë të ne edhe parlamentin, do të vim ke pika Singaporit. Ne kemi disa shembuj, po Singapori është më i miri. Unë sigurisht shqiptarë që zgjidhjet janë juridike. Do vetëm vullnet, personi i dur, vendin e dur. Dhe ai në 82-shin, vendi me perceptimin më të lartë korrupsionit në botë. Ne jemi lule krahasim me çka ka qenë Singapori. Sot e ka 0.5. Dhe është vendi më i lumtur në botë, edhe nuk din çfarë bëjmë. Po si ai vend që si ka as 1000 km2, që ka portin më të madh në botë dhe aeroportin më të madh në botë. Ka një GDP të tmerrshme, të madhe. Ka një koeficient lumturie të lartë. Shteti është pronto në shërbim total. Ne kemi shembull gjerman për administratën, shembull Singaporit të luftës kundër korrupsionit, edhe me 2 ligje kanë bërë. Po këto 2 që bëjnë sigurie me një tjetrin, pse s'votojnë ligjet antitrust, antimonopol? Nuk ka vend që unë hetoj në çdo treg karburante, telefoni, siguracione, mos jetë bërë me diell. Pra, kemi ose monopol, ose duopol, ose oligopol. Dhe që të gjithë falen tek politika e lartë. Dhe ky është i këtij, thon, ky është i këtij. Tani, se për çfarë vajta në Amerikë? Vajta për kaluar, domethënë, një muaj larg shpistime. Më vajta për atë punë. Vajta për të thënë që situata është kështu, lexohet shumë shqiptar. Dhe ato që se bëjnë këto, që theti shoqatat e civilëve, mund ta bëjnë njëri i thjesht. Dhe ti më kupton se e ke parë, aty të hapen dyert më shumë se këtu. Absolutisht. Ta këtu, që inshallah e marrin atë derën me vete ku do shkojnë, që se hapin, se nuk të le meritokraci. Dhe këta të heqin të drejtën ty, domethënë që ti në jetë të marrë çfarë meriton. Me që ti e bëre kështu jetën, po i vëj kryq kësaj jetës time unë, edhe po merrem me ty tani. Se padrejtësi nuk ta fal. Dhe nuk e fal as njëri as tjetri. Se janë njëri i padrejt me retorik edhe papranueshme, ky e ka i çik me bojna ky tjetri. Por ti bëjmë pyetje të dyve. Po kur fiton njëri, meritën këtu e ka marrë Rama, që ka fituar PS-ja. Po fitonte PD-ja, do e merrte meritën pra Berisha. Tani që unë PD-ja e ka fajin Rama. Pra dhe këtu, këto lloj retorike, si mund ta pranojë të rjetën të? Po fitonte, do merrte meritën. Kur humbin, nuk i marrin kusuret. Problemi është që ne nuk kemi rregulla loja që theti, përderisa nuk ka demokraci brendshme parti dhe meritokraci. Jo më të partitë jashtëligjshme, ta thashun. Po, atë do të kesh demokracinë në popull.